për t'ja hequr merakun Mozës si fillim, do t'i besoj tashmë e ke kuptuar si funksionon dhe Prime dhe formati. Moza ti je në event. Se kishit vënë këtu, kisha marrë pjesë online. Të lutem më dëgjoj, sepse unë të dëgjoj 24/7 me shumë vëmendje. Doja të thoja që ti je në një event 24/7 dhe ke mundësinë dhe besoj që e ke dhënë dhe do vazhdosh ta japësh impaktin tënd, jo vetëm lindje, po lindjet mesme, lindjen e largët, në Perëndim, në Australi, gjithë kontinentet, sepse ferma VIP e dashur shihet nga të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Dhe mendoj që kontributi më i madh Dhe mendoj që momentalisht kontributi më i madh dhe më i rëndësishëm është ai që po jep ti audiencës tënde dhe atyre që janë me ty dhe që të kanë zgjedhur preferuar dhe që të pëlqejnë. Dhe është një formë është një atëre jepe. E kam dhënë, po dhe ne mirëpresim. Dhe ne mirëpresim dhe sigurisht. Nuk ti argumentosh një gjë që e thua vetëm thua mos budallaqe, është me 4 fjalë, do të operojmë me 4 fjalë. Sara. Po si mund ta bëj një dinozaur është normale, është 4 që thot. Atëre. Jemi mikrofonin të rive, lutem. O moza të lutem, moza mund të dëgjosh? Jemi mikrofonin të rive. Koha jote ka mbaruar për kohësh. Sigurisht kjo frym si fillim duhet nisi nga saktimi i kufimve dhe i limiteve. Nëse Sara nuk pranon që gjuha që i drejtohesh është ajo, besoj dhe shpresoj... Më një orë në vesh me vdiqja. Po pra, nuk është forma e dur për të drejtuar një vajze e cila pavarësisht situatës ndjehet e fyer nga ajo. Në rregull jemi. A mund të them unë që Mosës? Po, formal. Mosa, për mua është shumë e qartë që ose më saktë, opinioni im është që ty nuk tu bë shumë vonë për atë eventin, por problemi ndodhi që Adi zgjodhi Olën dhe jo ty, për mendimin tim. Kjo shumë banale që thua? Jo, shumë banale, mua nuk do më bëj asë një përshtypje për eventin qofse ishte e prerë që askush s'del nga ferma. Shiko, kjo që të themun mund duket banale, dikuj tjetër mund t'i duket banale që ti i kno ca qunave tri e thonë, o, mos në lonë zoti pa quna tri, dhe më thënë, ka shumë gjera që mund duken banale. Pa tjetër, se është dritë e jetës, qa ka këtu? Pa tjetër, moj... Që ki skematik fare, ti të t'ja djallë zhvillum. Jo, me unë e kam shiu shumë atë moment, për kundra zi. Madje... Dëgjo, o Erman, ne kemi kaq vjetë që dumë ty në Evropë. Si do ishtë në Evropë? Me quna tri, me quna tri që lajën pishin. Abi qik atë hipotecin e pulave kun futi. Abi qik edhe atë klinikon se qa më deklaroj. Se qeshin këto, po nuk i din mua betet. Okej? Shiko, unë e kuptoj këtë... Qofse do Shqipëri, O moda, po leja të event, se nuk beso që... Shiko, po të kishe shkutit e ka i event, më beso. Më beso për një gjë. Po qove unë Evropë para se të bësh dasma të O zemër, lera të lëshoja të eventin, se po të them vetëm një gjë dhe ti eshe sigur të besoj që e din gjithë të gjënë. Sigur ti të kishe zgjedhur atë eventin, në vënd që të zgjidhe që të futeshe në ferm, po të them që barazimi midis këtyre dyjave do ishte, do më thënë, rezultati midis këtyre dy do ishte shumë i ndryshëm nga ky rezultat që ke korrur ti tani, nga ky sukses që... Po pra shumë bukur, atëherë lëra të lëshoje, thuj, nuk do i bësh ti tot rregullat e fermës, sepse ferma ka rregullat. Për gjithë restriction, po jo për një... E po tashi kështu i vendos rregullat ferma. Tashi unë po them vetëm një gjë, lutem, se doja të thëja diçka. Unë e kuptoj këtë dëshirën tënde për ta shijuar jetën, adhurimin e çunave të rinj etj etj dhe të rinj të vjetër dhe të gocave të gjithëve dhe gjithë shqiptarëve. Po më duket shumë, gocave jo. Zemër, më duket shumë e kuximshme kjo konkurenca që ke ti dhe domethënë ti me Fabiolën. Të duket të? Kush është kjo Fabiola? Falë, Fabiola, ajo Ola. Fabiola e ka. O zemër, po pse mal, pse para gjykon, se... Jo, duhet e kuximshme. Pse? Duhet e kuximshme. Vetëm sepse Fabiola është shumë më e re, po Moza është shumë Të drejtë se ti na e mban dhe vetëm për njëri të thellë dhe shpirtëror, mo zemër. Shpirti s'ka mosh. Shpirti s'ka mosh. Patjetër. Moza është edhe gjithë ajo grua normal. S'ka mosh shpirti. Po atëherë respektoje rezultatin.
Respektoje zgjedhjen e Adit. Respektoje zgjedhjen e Zoti Shule. Mendoj që është e duhura krahasimi mes dy grave, nuk është Arbana, na falë ne Adin nuk e kemi. Pse si thotë Adi ky? Qove aty ku deshe dhe mbaje. Pse si thotë? Pse nuk i thotë Adit ky që është i kudzimshëm që mos ta jep informacione nga jashtë të tipit Moza je e suksesshme se na pret krahët. Të lutem. Okej, atëherë, Më pëlqejnë çunat e ri, e kam këtë të mejtë. Kudo që t'jeni i përshëndes. Janë e ardhmja e vitalitetit dhe më takon se në atë lloj prirje jam, nuk jam në prirjen tjetër, po dhe gocat i kam dash shumë, i kam përqafu dhe puth pa mas. Ty s'kam qatë bëj. Ty s'ka qatë bëj asë njëri këtu. Okej? atëherë, do ju lë pak